Kjo detyron pastaj këmësorin që të zbresë në rrugë. Ashtu, ne nuk kemi asnjë ndëshkim ligjor dhe asnjë edukat morale për të mësuar edhe sinjalistika. Po shohësh atë rrugë nuk ka asnjë tabelë sinjalistike. Nuk ka asnjë karagjatë anësore. Dhe gjitha këto i kanë dhënë të drejtën aty drejtuesit mjetit që të lëvizin me shpejtësi në atë rrugë që është qendër e banuar. Dhe korrupsioni ka të bëjë sepse policia e ditë që ky drejtues mjeti përdor alkool. Dhe nuk e di se biçbaz dhe biçmas është dhënë përsëri dhënia e drejtimit mjetit, patenta, leja e drejtimit këtij të shtetës. Pra i është dhënë leja që ky të bënte një aksident mjaft të rënd, të krijonte një tragjedi të rënd në një familje, që të mbyllte jetën e tij dhe të merrej leja e drejtimit dhe mos i jepej i bën. Dhe shkundja e organeve të rendit në këtë mes është e mirë, por nuk e parandalon kjo të gjithë aksidentet ose ngjarjet e rënda që ndodhin në rrugët e vendit tonë. Ne nuk kemi asnjë arkitekt për rrugët, ne nuk kemi asnjë inxhinier rrugësh i cili të studioj ku duhet kaloj mjeti i rënd, ku duhet kaloj mjeti që është autovetur, ku duhet kaloj këmsori, ku duhet kaloj bicikleta. Dhe ne i kemi ndërtuar trotuaret në mënyrë klasike, siç ka qenë një kohë, por jo për të mbrojtur këmsorin. Ne kemi bërë trotuaret vetëm për të vjedhur njësi administrative për shpërdorim të tyre, po jo për të mbrojtur qytetarin i cili duhet kaloj në këtë trotuar. Pse e them të? Sepse duke mos e mbrojtur qytetarin, këmsorin i cili kalon në këtë rrugë në mënyrë të detyruar, nuk ka një sinjalistik në atë rrugë. Mungon sinjalistika për këmsorin. Ka vetëm një në fillim e një në fund. Pa çka pasaj për tënë edhe për fëmijën e tretë që ishte fati i tij i cili ka shpëtuar dhe ka zbritur në pavion për të marrë trajtim më specializuar, por që kaloi pjesën e para atë të humbjes së jetës. Kjo është një shans i mirë për të fëmijë të vogël, por do thosha po t'i rikthemi edhe një herë humbjes së jetës së këtyre dy fëmijëve, analiza duhet bërë e thellë, por duhet bërë përveç e thellë për masa administrative, duhet bërë dhe për zgjidhje e rrugëve, sepse ne kemi aksidente kudo në rrugë. Rrugët tona janë fatkeqësisht nuk janë të asnjë lloj kategorie që mund t'i kategorizojmë sot duke parë të gjithë Europën. Gjysma e shqiptarëve kanë dalë jashtë shtetit. Kanë parë se si janë... Kur shkojnë atë janë të disiplinuar, po kur vinë këtu është problemi. Sigurisht, kur shkojnë ne i shohim dhe rrugës, shohim dhe sinjalistikat, shohim dhe trotuarët, të cilat tu mungojnë në një mënyrë, do thosha të përgjithshme. Në gjithë rrugët tona nuk kemi asnjë rrugë të një standardi ndërkombëtar. Kemi rrugë për të thënë rrugë ku duhet kaloj një mjet, po atje ku duhet kaloj mjet i kalojnë edhe këmbësorit dhe bicikleta dhe motori e gjitha, dhe kjo ku ndodh ngjarje, pastaj policia vetëm bën një analizë statistike dhe deri tu mbetemi. Pra, ne na duhen specialist dhe ekspert për sinjalistikën dhe për masat e qarkullimit rrugor të cilët mungojnë këtu. Do thosha, ne nuk kemi arkitekt për rrugët, ku duhet përcaktohet mirë se ku duhet kaloj bicikleta dhe motori. Dhe gjitha këto sjellin këtë ngjarje dhe pasojë mirë të rënda për gjithë familjet shqiptare, ku sot e pati fatin e keq qyteti Durrësit, nesër mund ta ketë fatin e keq i qytet tjetër i këtij vendi, që fatkeqësisht akoma nuk po
zëvend dhe nuk po kupton që ne po kalojmë drejt një zhvillimi tjetër, dhe ky zhvillim i ri kërkon edhe një mentalitet të ri, kërkon edhe një mendësi të re. Ne jemi akoma me mendësitë e vjetra dhe me disa masa administrative të cilat janë dëshkimore për momentin, por të gjitha vënë në vend e tyre pastaj pak më vonë me anë të korrupsionit, me anë të liberalizmit, me anë të mungesës së një legjislacioni, do thosha, të përcaktuar qartë dhe fortë për sa i përket të gjithë linjës zinxhirit të qarkullimit rrugor, ashtu dhe për këmbësorin, ashtu dhe për drejtuesin e mjetit. Avokat, për të rikthyer edhe një herë tek Bërthama, tek problemi, tek lagja, tek pallati, tek grupi banorëve aty që sipas asaj që deklaruan në media, ata e kishin ngritur këtë shqetësim, madje duke denoncuar dhe me video rastin. Pra, nëse sistemi e kapi këtë zotërinë me shkelje, u vendos gjoba, pezullimi, pra pjesë e parë e punës u evidentua, pra nuk është problemi te evidentimit. Ndërkohë që është problemi tek ajo që thatë, pastaj mënyra si është kthyer